Ky është Martin Margvukaj, banor i fshatit Zagor në Malësinë e Madhe. Prej disa vitesh emigrim në Itali, Martini i shtyrë edhe nga rrethanat familjare, vendosi të kthehej në Shqipëri dhe t'i përkushtohej bujqësisë. Me kursimet e mbledhura ndër vite në emigrim, ai investoi në kultivimin e shërbelës, duke shpresuar se kjo do të ishte një mundësi e qëndrueshme për të siguruar të ardhmen. Në momentin që unë kam marrë në Shqipëri, shërbela kishte një çmim të arsyeshëm ku ja vlente të punonte tokën, ku ja vlente të kultivos shërbelen, sepse kushtonte 1600 lek kila, 1700 lek kila. Mas një vitit ra 1000 lek, mas 2 vjetëve ra në 700 lek, dhe sot për sot shitet 1000 lek, 1100 lek kilja. Fermeri thot, edhe pse çmimi i naftës është ndër më të lartët në rajon, subvencionet nuk po arrin tek fermerët, por shpërndahen në mënyrë selektive. Dhe ç'a është më dramatika se pavarësisht se çmimi i naftës është kolosal dhe shumë i lartë në rajon, më i lartë është në Shqipëri se gjithkund tjetër, edhe ajo pak burim që ishte sponsorizimi i naftës, subvencioni i naftës dhe i dy lëmëve, shumë herë nuk vite fondit të fermeri, po ajo shkonte të zyrtarët e tyre dhe të patronazhistat e partisë aktuale në pushtet. Sikur ne të kishim të drejtën të punojmë, të subvencionona, ne nuk do t'i kërkoshim shtetit asnjë lëmosh, asnjë gjë. Martini tregon se situata në zonën e tij është bërë gjithnjë më e vështirë, duke quar në shpopullimin pothuajse të plotë të fshatit. Gjatë dimrit kemi nga një javë që rrim pa drita. Kurse gjatë verës, sa e gjibjeshi, sa herë që fryen erë, ikun dritat, jena pa energji. 6 muajt e verës, ne nuk kemi ujë të pishëm. Bëjmë kilometra për të furnizuar ujë të pishëm. Në laxën time, ku isha veti 7 në klasë, nuk kam as edhe një shok klasët që jeton në Shqipëri. Të gjithë janë në emigracion. Nëse nuk do të ketë mbështetje konkrete nga shteti, ai thotë se ardhmja për fermerët mbetet e pasigurt. Zagora është një fshat vetëm pak kilometër larg bashkisë së Malësisë së Madhe dhe Shkodrës, ku bujqësia mbetet burimi vetëm i të ardhurave për banorët.